në farë mënyre ky plan është paraqitur nëpërmjet këshilltarëve kryesorë rusë, është paraqitur edhe Putinit, dhe Putini tha pavarësisht se mohoj që ta kemi marrë në rrugë zyrtare, po ai plani është bën në rrugë zyrtare dhe ai plan tashmë ka prerë apo ka heq shpresat e Rusisë për gjysmën e kërkesave që Rusia kishte vendosur, sepse në fakt Rusia thot një plan paqe, por në fakt ai me kërkesat që don Rusia është një plan, është një kapitullim i Ukrainës, sepse fakti që ajo të përcaktoj për territorë, të përcaktoj angazhimin ushtarak të më vonë, të përcaktoj ushtrinë, të përcaktoj datën e zgjedhjeve, të përcaktoj gjithçka në farë mënyre duket sikur ka kapitulluar. Po sa gjasa ka që ky plan i ndërmjetësuar edhe nga Trump, zoti Shala, ta bind Putinin. A ka sot mënyra Trump të bëj presion në Putin që të pranoj drafte të cilat japin fund luftës? Trump në moment që po fillonin këto bisedime, sidomos plani i përgatitur ruso-amerikan, fillon edhe sanksionet ekonomike ndaj Rusisë dhe ndaj vendeve të tjera që janë klientë të Rusisë në aspektin e marrjes e furnizimeve me naftë dhe me gazin rus. Pra, paralelisht Trumpi është mjeshtër për këto kombinime të tilla, kështu që ai presioni më të madh ka ushtruar tek Zelenski deri tashmë dhe Zelenski u pranua dhe u dakursua. Shiko, edhe nga Ukraina ka një lëvizje, ka një qëllim të madh, sepse në fillim quhesh e pamundur të diskutosh për këto çështje, kurse tash kanë filluar të quajnë pak çështje sensitive, pra çështje që do diskutohen. Në fakt nuk janë thjesht sensitive, por janë çështje shumë të rëndësishme, pra diskutimi i territorëve. Po pse është në kundër Zelenski edhe Europa, me sens përderisa kanë qenë bashkë dhe nuk e kanë pranuar kurse si kapitullimin e Ukrainës, sepse humbja e Ukrainës është humbja e Europës para Putinit. Absolutisht, Europa ka thënë ndryshe nga sa thot Putini që Europa nxit luftën, Europa është për paqe. Dhe Putini dhe Zelenski është për paqe. Kemi parasysh që ndodhemi para një situate, Ukraina ndodhet para një situate të vështirë. Domethënë kjo situatë është e vështirë edhe për shkak të një dimri të pritshëm, sepse strategjia ruse për goditjen e infrastrukturës energjetike dhe të furnizimit apo që lidhet me furnizimet me gaz dhe me ngrohje me gaz është një përgjegjësi e madhe për qeverinë se si do t'i përgjigjet kësaj situate. Plus asaj Zelenski u para edhe një presionit madh për shkak të korrupsionit të dy ministrave në qeverinë e tij, plus asaj që ndodhemi në një situatë që pavarësisht se Rusia po avancon shumë avash, përsëri nuk po gjendet rrugë tjera, sepse nëse do ta marrim teorikisht në lidhje me të drejtën ndërkombëtare, domethënë një plan i tillë ku të njihen de facto, jo de jure, të njihen territoret të pushtuara në një farë mënyrë, kjo është një ndryshim i madh edhe një model shumë i keq që po jepet rendit botror në këtë rast. Sepse në konvent, në kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara është përcaktuar shumë qartë që kur është miratuar ajo kartë, që kur është krijuar ky sistem sigurie në kuadër të Organizatës së Kombeve Bashkuara, nuk do lejohet përdorimi i forcës në raportet ndërkombëtare ose kërcënimi për përdorimin e forcës, gjithashtu do të anullohet përfitimi nga përdorimi ilegal i forcës. Kjo është taksative, është një nga parimet kryesore i funksionimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara. Nëse me këtë që po ndodh me këtë plan, atëherë po legjitimohet pala që përdori forcën dhe po kërkon, nuk po i zhbën, nuk po i kthen ato territore. Dhe kjo është ajo këmbule tashmë që lëvizet pak që jo do njihen de facto, jo de jure. E qartë. Ka një shprehje të Putini kërkon shumë që jo thjesht de facto, se de facto i ka ai, por këtu diskutohet lirimi i disa territoreve të tjera, po ato territoret e tjera që mendon Putini t'i lirohen, t'i largohet ushtria, ato territore nëse ecën Putini me këto ritme të sotme të luftës do t'i duhen edhe 2 vjet tjera. Po 2 vjet tjera ai do të lejë qindra mijëra ushtar të vrarë atje, dhe 2 vjet tjera ekonomia e tij do shkojë në dishezë, dhe 2 vjet tjera nuk dihet se çfarë mund të ndodhë brenda vetë Rusisë. Kështu që pavarësisht shantazhit që i bën edhe amerikanëve me ato deklarata që ju transmetuar, por edhe Zelenskit, ai është edhe ai do të përfitojë sa më shumë, po edhe ai kërkon këtë paqe sepse në farë mënyrë ky plan
i ofron atij një fitore strategjike. Atë që synon ai në Dhe sa gjasa ka që kjo paqe të arrihet një kohë të shkurtër, le të themi. Pse jo në shkurt ku mbushen 4 vite, le të shënoj fundin e kësaj lufte. Kjo do të shiko plani amerikano-europian dhe Ukraina është një farë mënyre indirekt i njeh fitoren strategjike të Putinit. Pra, si e njeh? E njeh sepse ai de facto po njeh këto territore, edhe nëse konflikti do ngrihet, do quhet një konflikt i ngrirë në vijën e frontit, përsëri kjo është një fitore strategjike për Putinin, sepse pala kundërshtar, pra Ukraina dhe bashkë me të edhe Europa Perëndimore nuk është në gjendje ti kthej ato territore. Dhe këto territore tashmë do ngelen në rastin më të mirë do ngelen de jure de facto, dhe në rastin do ngelen edhe do ketë mundësi Ukraina dikur ose brezat e ardhshëm e tjerë të kërkojnë sovranitetin.